ndërsa unë e ti kemi qenë në legislaturën e kalume në këtë komision, është bani një ligj kundërdhunës në familje më i mirë që është i mundshëm sepse kemi punu gjëre gjatë në atë ligj dhe është një ligj mendoj që i ka përfshirë të gjitha pikat të cilat ka nevoja i ligj. Mirë po unë po e shoh që këtu në fushë veprimtari që është përfshirë pak a shumë kjo pjesë, mirë po nuk do thotë që na në plan të punës ta shqyrtojmë edhe më tutje edhe ta diskutojmë. Po, mirë po janë çështje që në komisionin që kena qenë legislaturën e kalume janë trajtu tema të ndryshme. Kështu që nuk po e shoh ndaj pengesë për na komisionet e radhës me diskutu edhe me pa çka është e mundur. Na e kemi edhe komisioni vetë po flet për të drejtat e njeriut që e kemi të drejtën e botës me shqyrtu të gjitha pikat të cilat neve na preokupojnë. Kështu që kisha dashur si komision ta kalojmë këtë pikë edhe se po e shoh që shumica pikave janë të prekne dhe nuk kisha dashur me diskutu më shumë. Unë propozoj që të gjitha ata që mund të kenë vërejtje, se më thonë, në këtë përshkrim fush veprim, të deponojnë sot ose nesër të gjitha këto vërejtjet dhe në mbledhjen e ardhshme mund të diskutojmë edhe të votojmë një nga një, sepse unë mendoj që këtu duhet me pas një farë reflektimit të konsenzusit mrena komisionit. Mendoj që na hapësirë letër kemi mjaftueshëm me futë edhe ligje, nuk na pengon kur gjë. Nëse e riformulojmë, sepse gjua shqipe është e pasur, mund të riformulojmë një pikë që me futë edhe një pikë të Zotit Zemaj edhe kështu me arrit një farë konsenzuse. Kështu që propozimi jam është kushdo që ka vrejtjet edhe kolegu që pat vrejtjet me i bë me shkrim nesër edhe në mbledhjen e ardhshme me i votu pikë për pikë në mënyrë që të kemi një formulim më të mirë të këtyre pikave dhe të kemi një përfshirje të gjithëve në këtë fushë veprim, sepse ne duhet të punojmë të gjithë me to, edhe unë mendoj që secili që është këtu duhet me u ndi disi përfaqësum në këto fushë veprime. Faleminderit. Nuk e përcaktojmë na me propozime dhe me vota këto fushë veprimtari, është e përcaktuar. Ne po kalojmë pika tjera dhe të prioritizojmë çështjen në mbikëqyrje. Të qesme norma, ligje, na me automatizëm kemë për obligim me mbikëqyrje. Të lutem çfarë të propozimit që vjen, nuk është çështje apo votojmë na këtu. Nuk aprovojmë na, është fushë veprimtari na aprovojnë në seancë. Janë digasteret. Ne kemi lyp korrigjimin që në parim preambula ka qenë gabim. Ndërsa tash mbulueshmëria është me fusha, jo me ligje. Te ligje vjen lista ligjeve. E unë kam një propozim të këtë ndryshme. Për me bot dallimin me shpjegu çka po kërkoj unë është me kalun këtë pikë se as votim s'na vjen. Po veç deputet me rregullore me Po flasmi, veç mos të kërkesat janë. Miratimin e fushërimtarisë së deputet. Edhe me të punë kryesi. Edhe ne që kryesia e përcjelljes sonë çfarë shkon pozitive, pas ka harru pak. Jo, nuk kum harru. Po me lën propozime me pru, simas dëshira ose ti e ke vetë, nuk mund e aprovojmë na. Nëse ekziston dakordimi tash i komisionit. Unë po them na e kalojmë si procedurë tash, me apo pa votim. Veç lutna diçka. Fushë veprimtaria nuk kem të bëj plan të punës. Unë po them jam vendosur me datë me kalon pikën tjetër. Te propozimet e dinamika, te ligjet, te mbikëqyrja. E prioritizojmë ligjen, e caktojmë grupin e punës, autoritetin që menaxhon, vazhdojmë me tjera. Që tu nuk kem çka më. Nëse ndëgjove Se po kjo veç pak, po kesh përdorët kërkesa ime herës të kaluar me harmonizuar me fushën që e kem. Ka qenë pa harmonizuar. Në çdo jo po në shumë tjera. Dëgjove dy ish deputet i komisionit. Unë merrem mikrofonin të regjistrohet çka po kërkon për me, lutem. Unë pe juve po kërkoj me kalu këtë pikë. Dy deputetet e nderuar kanë qenë anëtarë, kanë shqyrtuar ligjin për mbrojtjen nga dhuna në familje. Edhe na shqyrtojmë, po nuk e vendosmi na çka me shtin gabim me ki. Na gjend punës po, po jo fushë veprimtari. Që si ka miratu ke komision. Merë historikën si ka miratu. Komisioni nuk ka provon ligje këtu se i ka komisionca ja provon. Komisioni shqyrton. Komisioni shqyrton i miratoni për cilë për seancë. Është ABC-ja e kësaj procedure. Po shumë shkurt për veprimtarin që unë e fola në fakt nuk është e përfshirë fare në këtë fushë veprim. Tash dikush mundet me thonë që persona të privuar nga liria hynë të kategoria e drejtave të njeriut, po për ashtu s'po bojmë fushë veprim heq. Piqesëm veç për drejtat e njeriut edhe mandej po hamendësojmë se çka mundet me ra drejtat e njeriut.
me që i kemi dy çështje që unë mendoj janë të interesit nacional shtetëror, e kemi një problem me Serbinë e cila pothuajse një herë në mujt e arreston shtetin e Republikës Kosovës. E kemi karerët e ushtrisë shërbëtarë të Kosovës që po gjykohen në Hagë. Pra, unë nuk mendoj që ky fushë veprim duhet të mbetet këtu përjetësisht ose 4 vjet. Por përderisa ekziston një urgjencë, unë mendoj që është mirë me përfshi këtu, sepse edhe një herë nuk ka parlament i shteteve anëtare të BE-s që nuk e ka, si më thonë, në kuadër të komisionit edhe të drejtat e persona të privuar nga liria. Kështu që unë nëse doni me kalum parim, por më mu jap edhe mundësia me bë këtë kërkesën time bashkë edhe interpretim ligjor, sepse unë mendoj që kjo nuk e pengon kurrë fushëveprimin, unë mendoj që jem në fushëveprim, edhe vizita për cilën ne jemi pajtuar me shku në Hagë ka pikërisht këtë qëllim, domethënë. Jo, po që ka pikërisht këtë qëllim të fushëveprimit. Nuk na pengon neve çdo gjë edhe një herë po ritheksoj që ka të bëjmë me domenin e mbrojtjes drejtave të njerëzit në të gjitha aspektet, deri ku na lejohet kompetenca me nuk mundet me na mohu askush. Kjo është edhe rreth temës që do ta diskutojmë në të ndryshme. Kush është për miratimin e parim me mundësi gjithmonë plotësim ndryshimet jo gjithmonë të mundura, nëse ato që ndrojnë nuk dalin jashta kompetencave të komisionit. Ju falenderoj shumë. A ka dikush kundër? Abstenim nuk ka, atëherë me shumicë votash besoj që i keni regjistruar. Cila do çështje që ka të bëjë nga ajo kategori ne kemi si komision ngrisim se çështje apo grupet e qytetarëve që e vlerësojnë që kanë shkel këto raste që aktualisht janë në trajtimi çështje. Vlerat e luftës kombëtare, mendoj që ligji për veteranët duhet